Nis nga puna terminali i ri i autobusëve. Për herë të parë, Saranda po bëhet me një terminal autobusësh, një investim që pritet të japi fund ndalesave të shpërndara dhe trafikut të rënduar në qendër të qytetit. Terminali i ri ndodhur tashmë në qafë të gjashtës në një godinë 3 katëshe, kap një sipërfaqe mbi 11.000 metro katror. Ai do të shërbejë si qendër e mikpritjes dhe piknisja dhe mbritja kryesore e nisjes për autobusët ndërqytetas e të linjave ndërkombëtare, duke ofruar më shumë rregull, siguri dhe komoditet për qytetarët dhe mijëra turistë që vizitojnë Sarandën çdo vit. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm në modernizimin e infrastrukturës së transportit publik dhe në përmirësimin e imazhit të qytetit, si një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në Shqipëri. Megjithse funksionimi i këtij terminali vihet në punë një vit pas afatit të përcaktuar nga vetë firma, terminali pritet të sjellë një organizim më efikas të lëvizjes dhe shërbime më cilësore për udhëtarët. Terminali do të funksionojë edhe si i pari parkim publik për autobus e taksi të Sarandës. Saranda Welcome Center ofron hapësira parkimi, shërbime për vizitorët dhe një organizim bashkohor të mobilitetit urban, duke e bërë përvojën e çdo vizitori më të lehtë.